Pas rënies nga kategoria Skënderbeu po përgatitet për një sezon rikthimi të fortë në elitë, edhe pse për më shumë se një muaj kanë bizotëruar heshtja në kampin Korçar, duket se gurët kanë filluar të lëvizin në prapasken. Burimet pranë klubit bëjnë me di se nga emrat që drejtuesit po synojnë të rikthejnë në skuadër është Grisil Tlika, një sulmues me eksperiencë në futbollin shqiptar. 27 vjeçari aktualisht është pa kontratë pasi u largua nga Vora dhe është në kërkim të një destinacioni të ri për sezonin 2025-2026. Lika nuk është një emër i panjohur për tifozët korçar, pasi ka qenë më parë pjesë e Skënderbeut përpara se të transferohej te Vora. Në karrierën e tij ai ka veshur edhe fanellat e Partizanit, Dinamos, Byllesit, Luftarit dhe Korabit, duke grumbulluar përvoja të vlefshme në disa prej klubeve më të njohura të vendit. Negociatat mes palëve janë në fazë kontakti, por ka gjasa që rikthimi të konkretizohet, duke bërë Likën për forcimin e parë të korçarëve në prag të një sezoni që synon ngjitje në superiore.